Hajde bëjmë nga t'i bashkë për t'i ikë në aeroport. Unë dhe shifrin nga sytë e mi se është shumë herët në mëngjes, sepse është ora 5:57 edhe kam një gjysore që jam zju. Thjesht po rregulloja disa gjona dhe do bëj make-upin. Edhe jo, nuk do iki në Shqipëri, e di se është shumë e çuditshme, por do iki në Bruxelles. Do rija 4 ditë atje. Edhe kaq tani me ka ngel gjysore për të bo gati. Do bëj akoma flokët, se dje ishte te parukeri i preva, po nuk është se më pëlqeu shumë mënyra se si... Jo, ndoshta se si mi preu, edhe kjo ndoshta, jo se për të prej mi ka prej mirë, po nuk më pëlqeu mënyra se si mi ka rregullu në fund. Nuk e di, këtu në Itali nuk është se din shumë mirë. Okej, u bona gati sepse jam super vonesë, unë tani do isha xhannis. Nejse, kjo është outfiti, është pak i trashë, po atje ka thonë për shi. Të 4 ditët, kështu që s'ka gjë. Kam xhaketën, marr çantët e mia, valizhen time rose edhe shnet mirëbafshim. Shihemi në videon radhës në Bruxelles.